Territori shqiptar për datën 17 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe i këndshëm në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius, veçanërisht në ulësirën perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor juglindor, me shpejtësi 6 deri 12 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 15 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 26 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 24 gradë. Peshkopi, 10 deri në 22 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 28 gradë. Durrës, 15 deri në 27 gradë. Kavaj, 15 deri në 27 gradë. Elbasan, 14 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 14 deri në 28 gradë. Korç, 10 deri në 23 gradë. Vlorë, 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 28 gradë. Sarand, 16 deri në 27 gradë Celsius.